Dhe thamë se gjëja për cilën do pyetet njeriu në ditën e gjykimit, gjëja e parë është namazi. Dhe kjo tregon rëndësinë që ka namazi dhe që duhet të ketë namazi në besimtarit, jo vetëm thjesht si një ritual, por edhe si burimi i një mirësie të madhe, një bekimi të madh, një begatie të madhe që Zoti Madhërisht ka caktuar tek ky adhurim, i cili, siç e cituam dhe më herët, pra nëse adhurimet e tjera për shkak të një gjendje apo për shkak të një situate të caktuar, besimtari nuk ishte i detyruar, pra nuk ishte i obliguar të kryejnë ato adhurime, qofshin ato, po themi haxhi. Haxhi është adhurim të cilin e ka detyrim çdo musliman një herë të paktën në jetën e vet. Por mund të qellojë që një musliman nuk ka mundësi financiare dhe ekonomike ta kryejë haxhin, bie detyrimi i tij për haxhin. Një person vjen agjërimi i Ramazanit, është i sëmur, nuk mund të ta agjërojë, bie obligimi i agjërimit për të dhe ai e kompenson me forma të tjera të mundshme, pra më të lehta. Apo zekati, nëse dikush, gjithë kemi dëshirë që një ditë të arrijmë atë sasi pasurie që t'japim zekat, por nëse dikush nuk arrin, nuk i obligohet që edhe gjithë jetën e vet sikur mos japi një herë vetë me zekat, ai nuk merr gjuna, sepse nuk e ka arrit, pra Zoti i Madhërisht nuk ka dash, e ka vënë në një sprovë që ai mos të jetë për atyre njerëzve të cilët arrin masën po themi për dhënien e zekatit, edhe pse mundohet, edhe pse lodhet, edhe pse angazhohet, por Zoti i Madhërisht e ka caktuar për të. Dhe nuk është obligim për të, pra nuk do të merren llogari që s'ka dhënë asnjëherë zekat. Nuk do të merren llogari që s'ka kryer asnjëherë haxh. Pra sa kohë nuk ka pas realisht mundësi për ta kryer haxhin apo për të dhënë zekatin. Ndërsa namazi është adhurim që nuk ka asnjë lloj arsye apo kriteri për ta penguar atë ose për të zhvlerësuar nga namazi. Pra që të thotë, edhe ai i cili është i sëmur, edhe ai i cili është i shtrirë, edhe ai i cili është në këmbë, edhe ai i cili është ulur e fal namazin në gjendjen e vet. Qoftë edhe, po themi me mendjen e tij apo me belbëzimin e që pallave të syve të tij.